Flasim tani për motin e keq në të gjithë Shqipërinë prej disa ditësh me rreshje intensive dhe kjo ka sjellë pikërisht për mbytje masive dhe bllokime rrugësh, pra rrëshqitje masive dhe udhëshkëmbinj. Po për të mësuar më shumë detaje, sidomos në Juglindje, do të lidhemi me kolegun tonë të Adyshjenen Artin Halili. Altin, të përshëndes. Fillimisht do doja të dija, a vazhdon të jetë i bllokuar rruga e re, pra Qukës Qafë-Ploç, pra a vazhdon të jetë bllokuar qarkullimi në këtë rrugor? Atëherë, për ta sqaruar për gjithë qytetarët të cilët sigurisht na ndjekin dhe që përdorin këtë rrugë, rruga Qukës Qafë-Ploç gjatë gjithë ditës së sotme ka qenë aksesueshme për automjetet, pra nuk ka qenë bllokuar për asnjë moment, pavarësisht se ka pasur rënje të shkëmbimeve masiv në fakt përgjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm. Një rënje shkëmbise e cila të paktën sipas komunikimit që kanë pasur me inxhinierët pritej të ndodhte, sepse ata kishin konstatuar gati 2 javë më parë që skarpata e malit aty kishte shfaqur probleme dhe fuste sasi të konsiderueshme ujë dhe rrëzimi i saj ishte i pritshëm. Pikërisht gjatë javës së kaluar ata kanë bërë të mundur ndërtimin e një bypassi në zonën ku pritej që të rrëzoheshin edhe gurët dhe gjatë ditës së sotme është përdorur pikërisht ky bypass, i cili ka qenë një zgjerim rruge dhe është asfaltuar po ashtu 2 ditë më parë dhe nuk ka qenë nevojshme që të bllokojë për asnjë moment rruga. Gjithashtu më është konfirmuar se edhe gjatë momentit të rënjes së shkëmbijeve gjatë mëngjesit të sotëm nuk ka pasur qarkullim të automjeteve në këtë segment rrugor, pasi mjetet ishin devijuar pikërisht në bypassin e ngritur nga kompania kontraktore. Pra, përtej problematikës që ka shfaqur kjo rrugë me rreshjet e shumta të shiut që kanë rënë përgjatë këtyre ditëve dhe tashmë me fazën e dytë të rënjes së gurëve, e cila është nëpër masa të mëdha, qarkullimi i automjeteve nuk ka ndaluar për asnjë moment. Edhe në momentet që flasim, rruga është aksesueshme përmes bypassit të krijuar. Sigurisht që nuk është një lajm i mirë fakti që ka rënje gurësh dhe dherash, dhe sidomos kjo e dyta ishte më e madhe se ajo e para. Megjithatë, inxhinierët thonë se do të mbetet për tu parë se çfarë do të ndodhë në ditët në vazhdim, qoftë me pjesën e rreshjeve për të filluar pastrimin e segmentit, por nga ana tjetër janë në monitorim të vazhdueshëm edhe të gjithë pjesës tjetër të aksit rrugor, sidomos në segmentin, në lotin e tretë të gjithë këtij aksi rrugor për 42 kilometrash, pasi loti i tretë është dhe zona ku gjatë gjithë këtyre viteve në procedurën e ndërtimit ka pasur problematika me rrëshqitjet, pasi toka është e tillë që në momentin e parë që merr pak ujë dhe më pas bie. Kështu që derisa të paktën thonë inxhinierët, derisa kalojnë disa kohë që dhe toka të ngopet me ujë dhe mbi gjitha të arrijë të krijojë qëndrueshmërinë e vet pas ngacmimit për shkak të punimeve, mund të ketë shëmbje të herpashershme që shkaktohen në këtë aks rrugor. Artin, Bora ka zbardhur malet në Juglindje, pra kemi ulje temperaturës. Por pyetja ime është, a paraqitet situata problematike në disa fshatra të cilat janë zbardhur tashmë nga Bora? Jo, fatmirësisht nuk ka probleme, paktën deri në momentet që flasim. Rreshtet e Borës kanë nisur pikërisht në orët e para të mëngjesit të sotëm dhe ato kanë në zonat të caktuara kanë arritur diku tek 10 cm, sidomos në zonën e Mashkullorës pranë fshatit Panarit, dhe 5 cm shkonte në zonën turistike të Dardhës, duke krijuar të paktën atë atmosferën se dimri është duke ardhur tashmë në Juglindje të vendit. Për shkak të Dvorës nuk ka pasur probleme, megjithatë është dashur ndërhyrja e autoriteteve dhe gjithashtu edhe kompanive kontraktore, sidomos në aksin e Dardhës për të pastruar rrugën dhe për ta mbajtur të hapur, pasi për shkak sepse ishte edhe diel dhe lajmi që në Juglindje pati borë, pati shumë njerëz të cilët ju drejtuan Juglindjes për të kaluar disa momente me familjet e tyre, por të paktën pjesa e problematikave ka munguar. Sigurisht që vazhdon problematika në akset rurale, jo për shkak të Dvorës, por për shkak të rreshjeve shumë të fuqishme që ishin përgjatë ditëve të fundit dhe janë disa rrugë dhe ose mund ta them 10 rrugë rurale në të gjitha bashkitë e qarkut të Korçës, të cilat kanë probleme me rrëshqitjet e dherave dhe të gurëve në segmentet e tyre, ku edhe përgjatë ditës së sotme nga ana e bashkive është vijuar për të bërë të mundur pastrimin e tyre, por ende ka zona të cilat të presin të ndërhyjet, siç është pak në zona e Dusharit në bashkinë e Maliqit, që vazhdon të jetë problematike si rruga, po dhe zona e Dolanit, po ashtu në bashkinë e Maliqit, ku ka pasur shëmbje komplet të strukturës rrugës si pasojë prureve të lumit dhe të prrejve. Edhe në disa zona të tjera të bashkisë së Korçës, në zonat malore dhe të bashkisë Pogradecit, është punuar për gjatë ditës së sotme për të hapur rrugët rurale, pasi dëmet që janë shkaktuar qoftë në rrugë, qoftë në disa ura që lidhin fshatrat kanë qenë të shumta.
Qartë, me këto rreshje intensive prej ditësh në të gjithë Shqipërinë, situata më problematike duket se ka qenë për sa i përket përmbytjeve, por sot është raportuar se niveli i disa lumenjve është në rënje. Do doja të pyesja më konkretisht për zonën e Maliqit, ku tokat kanë qenë në ujë. Si paraqitet situata aty sot? Në fakt, sot ka qenë ditë ministrash për zonën e Maliqit, duke qenë se ka qenë dhe zona më e prekur për sa i përket përmbytjeve të ndodhura në 48 orët e fundit. Ka një lajm të mirë që fakti është se kanë pushuar rreshtet dhe ujërat kanë filluar të tërhiqen, por kjo sigurisht nuk i zvoglon problematikat, pasi për shkak të prurjeve të mëdha të lumit Devoll dhe të lumit Dunavec, në disa vende të argjinaturës këtyre lumenjve pati çarje dhe pikërisht kjo shkaktoi edhe përmbytjen e më shumë se 270 hektarëve tokë bujqësore në fushën e Maliqit. Pikërisht për këtë arsye edhe ministri Piro Vëngu, ministri i Mbrojtjes, ka qenë mesditën e sotme për të inspektuar situatën në zonën e Sheqerasit, pikërisht pranë shtratit të lumit të Dunavecit, bashkë me kryetarin e kuvendit dhe me drejtuesin e emergjencave civile Haki Çako. Ai tha se po punohet me bordin e ujit të kullimit, por gjithashtu edhe përmes emergjencave civileve dhe forcave të armatosura për të sistemuar të gjitha problematikat që janë shkaktuar në shtratin e lumit në zonën e Sheqerasit dhe në zonën e pyllit të Fazanëve, dy pika kritike të cilat sipas ministrit do të jenë të zgjidhura të paktën deri pas ditës së nesërme, pasi priten rreshje të tjera gjatë kësaj jave që presim që të ketë, edhe pse jo me intensitetin që ishin më përpara, por rreshjet do të jenë të pranishme, sigurisht që mund të shkaktojnë sërish problematika. Në mbrëmje ishte po ashtu edhe ministri i bujqësisë zoti Andi Salla, i cili ka inspektuar një pjesë të tokave të përmbytura në zonën e Maliqit. Në fakt, përtej vizitave të ministrave, sigurisht që ajo se çfarë fermerët presin dhe banorët e prekur presin në këto ditë është lajmi se si do të vijohet me procedurat e dëmshpërblimit të tyre, edhe pse jemi ende në një situatë emergjente që do duhet shmangen përmbytjet. Në fakt, pikpyetja që ngritet kjo është sepse ka fermer në fushën e Maliqit që kanë pësuar dëme me qindra miliona lek për shkak të dëmtimit të prodhimeve të tyre bujqësore, ashtu siç ka me 10 banesa në Maliq, sidomos më së shumti, që janë prekur nga uji, balta dhe që kanë pasur dëme të shumta materiale. Në fakt, dy ministra të pyetur për këtë pjesë kanë thënë se do të jetë një fazë e dytë, vlerësimi i dëmeve dhe më pas dëmshpërblimi i fermerëve, por dhe i banorëve, por duke marrë parasysh edhe dëmtimet e tjera që fermerët kanë pasur vitet e kaluara për shkak të rreshjeve, të ngritësave, të breshërit, që në fakt nuk i kanë marrë këto para. Shpresa e tyre deri në momentin që të shohin një letër të bardhë ku marrin disa para dëmshpërblimi në këtë rast ende nuk është ndezur. Kështu që ministrat pak a shumë kanë evituar këtë lloj përgjigjesh për të thënë se po punojmë për zgjidhur emergjencë dhe më pas të shohim dëmshpërblimet, sepse në fakt realisht në fushën e Maliqit dhe në bashkinë e Maliqit, sigurisht edhe Devoll, por edhe në Pogradec, dëmet kanë qenë të vërtetë mëdha dhe besoj që fatura që do të duhet më pas të paguaj Ministria e Linjës apo edhe emergjencat civile do të jetë shumë e madhe kundrejt banorëve për shkak të kësaj fatkeqësie natyrore. Pastaj se si trajtohet si fatkeqësi natyrore apo si përgjegjësi institucionale për sa i përket pushtetit lokal apo drejtorive të ujit të kullimit, sigurisht që kjo mbetet për tu parë. Artin Alili, të falenderoj për informacionet më të fundit që na solle nga Juglindja, dhe ashtu siç thatë ju, ishte pikërisht edhe ministri i Mbrojtjes Piro Vëngu në Maliq, i cili foli për situatën në vend. E ndjekim. Jemi në kushte ku jemi nga dishmëri, do shtojmë forcat, duhet kuptojmë që kemi situata edhe të rëshqitjes së dherave, të masive malore, Qukës Qafploç, kishte një problematik të madhe që na bëri të angazhohemi fuqimisht për të bërë një devijim përmes operatorëve të zonës. Do jenë ditë të vështira sepse rreshjet do rifillojnë. Toka është si sfungjer praktikisht dhe është e vështirë të punohet edhe në situata ku toka është shumë e pastabilizuar dhe e mbushur me ujë. Gjithsesi, po shtojmë forca në mënyrë që Maliqi mos të ketë problematik në rreshjet që do pasojnë gjatë javës që vjen. Në rang vendi 15 urat praktikisht që janë jo vetëm destabilizuar, një prej tyre është shëmbur dhe do kërkojnë një investim domethënë
Shqipërisë. Qasja jonë në këtë moment është jo vetëm që ndrojmë pranë banorëve në bazë të kërkesave të kryetarëve të bashkive për sa i përket rezervave materiale të shtetit, ka filluar shpërndarja e ndihmave në raste të caktuara, sikundër kemi kërkuar gjithashtu nga bashkitë që të bëjnë kërkesat për sa i përket ushqimeve për blegtorinë, ushqime koncentrat për blegtorët, ata që janë prekur të paktën, dhe jemi në kushte ku po shpërndajmë në mbar vendin edhe ushqime për blegtorinë.